Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësitë akmet me Allah subhanahu wa ta'ala, së ati përgjojmë që të ravdërej dhe të begoj dërgume ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjeda. Një prej fjalive më të shpeshta që thuhet pas udhëzimit ose kur gëzohemi për udhëzimin e dikujt, ose kur jemi ndoshta duke përfol mesin ton begatinë e udhëzimit e kështu me radhë, është e pjesa që të qenit i udhëzuar është begatia më e madhe në jetë. Mirë po shpesh ndodh që të udhëzuarit nuk janë shumë të lumtur, ose të udhëzuarit nuk janë shumë përmbushur, ose të udhëzuarit janë njerëz me do barra dhe do ngarkesa të kota. Fajt udhëzimi nuk i ka i udhëzuari. Po i udhëzuari kushtimisht thënë se sa është i udhëzuar. Dhe kisha pas dëshirë me analizuar një fakt. Se si juve ka një përvojë të ditëve të para të udhëzimit. Po pastaj, këto ditët e para të udhëzimit nuk janë detyrimisht ato përvoja që përcaktojnë komplet rrugtimin e tij në jetë. Ndodh një reflektim tutje, ndodh një riudhëzim tutje, ndodh një ndërtim i mirëfillt i udhëzimit e kështu me radhë. Kisha pas dëshirë me nënvizu këtu me këtë ligjërat përmbyllëse të këtij rrugtimit juaj në KDT. Sa kena arrit për shkak me kuptu prej 4 mësimdhënësve edhe prej mësimeve tyne që pjesa më sublime, pjesa më e lartë, pjesa më e veçantë që e kthen ngjarjen e udhëzimit në ngjarje më të veçantë është elmi dhe mentorimi. Domethënë është elmi që mësoni prej, domethënë xhallarëve dhe prej librave dhe prej kurikulave të përcaktuara me kujdes nga ana e xhallarëve. Edhe dyta mentorimi i drejt për drejt që dikush rrim mbi kokën tënde me t'i dhënë, domethënë mesele ato që dush me ditë. Pse po du me potencu këtë? Për arsye se një pjesë e barrës që keni me pas tutje është shumë njerëzve të palumtur në udhëzim u kallëzu se juat ju mungue elmi dhe mentorimi. Sepse bredhja kudo në jetë është humbje edhe është vuajtje. Domethënë mund është më kanë për shembull fëmia i më të pasurit edhe kapitalistit më të madh të vendit. Mirë, por nëse ti bredhesh nga ideja në ide se si me funksionu, edhe pasuninë që ta trashëgon, ta la si trashëgimi i baba ti nuk mundesh me shfrytëzu. Dhe nëse na e shohim në periudhën e fundit të gjeneratave që na kemi arrit pak me pa diçka, një pjesë e madhe e hutisë fetare, një pjesë e madhe e munimit që njerëzit e kanë ndonë se janë të udhëzuar është pikërisht shkaku i bredhjes ose më thënë më saktë, mungesa e ndërtimit të mirëfillt ilmor, edhe mungesa e mentorimit nga ana e hoxhallarëve të mirëfillt. Ndaj, këtu është e rëndësishme me kuptu. Jo vetëm këtë thëjën si një begati për begative të veçanta të Allahut që ju ka begatu. Po në anën tjetër mu shqetësu për çështjen e pranimit, sepse tanë kohë një ibadet. Tanë kohë, domethënë, sot është ligjërata e fundit që është në KDT. Që i bie është hallka e fundit e një ibadeti që ju ka shoqëruar 2 vjet. Domethënë, KDT-ja ose kursi ose shoqënimi me këtë program nuk do të mu pa thjesht si një ngjarje që përfundoj. Jo. A certifikohesh, a ka vlerë domethënia jote e ndjekjes ose po jena të arrirë kështu me radhë. Jo, domethënë është po sikurse përfundimi një periudhe të sezonit të ibadetit. Po sikur një njeri i cili hyn me plan dhe me entuziazëm në Ramazan, edhe në Bajram e kryen ai këtë fazë të domethënë të fetarisë. Po sikur ato kuptimet që na i sforcojmë që mas Ramazanit do të na shoqënojë një reflektim edhe një ndryshim edhe një jetë tjetër post ibadetit, edhe pse na vazhdimisht jena në qarkun e ibadetit, po post një periudhë të ibadetit dhe pastaj fillon domethënë periudha tjetër. Ndaj, ky nuk është thjesht kurs. Është një ngjarje përpjekjes me ofru Allahut. Është një ngjarje e përpjekjes me njoft Allah. Është një ngjarje përpjekjes me nis një beslidhje të re me Allah. Është një ngjarje përpjekjes me qenë robër me një kontratë të ripërtrirë, kuptim plote dhe me shumë detaje në raport me Allahun subhanahu wa taala. Këtë kjo s'ka kuptim nëse Allah se pranon. Këtë kjo është e pavlerë nëse tek Allah nuk numërohet. Këtë kjo është madje shans për me hinë xhehenem nëse Allah nuk e pranon. Ndaj, nëse dikush shpesh thekson idenë që ka gjallë që ndërtimi i shumt i vllaznive që nuk janë hoxhallar, ose edukimi i shumt i vllaznive që nuk janë të predispozuar më bëj hoxhallar. A ka gjallë ky edukim i bodam? A ka gjallë domethënë me qenë shpat me 2 teha? A ka gjallë domethënë kjo një jetë domethënë
me i bë ata në rol tjetër, sepse ju e dini prej mëkateve të mëdha në shariat është të vishësh me diçka që nuk e ke. Të vishësh me diçka që nuk e ke. Domethënë e kije petkun e kërkuesit të diturisë, por nuk e ki petkun e hoxhës. Dhe në moment që njeriu vesh me diçka që nuk e ka, është prej mëkateve të mëdha, dhe ka shumë hadithe për domethënë këtë meselë el mutashabbi bima lam yu'ta, ai që vesh me diçka që si është dhënë. A ka gjës dikush për shembull me alarmue në këtë ndërtim, më thonë që mos pip njerëzve domethënë material dhe hamendje për ta parë vetëm me diçka që nuk e kanë. Unë konsideroj që po ka gjës, nëse unë edhe jo, nëse unë në ditën kur e kam nisë talebul ilmin, edhe jo kur e keni nisë talebul ilmin, nuk e kena kujtuar një fakt, edhe nuk e kujtojmë një fakt që xhehenemi nis me kërkues të dijes. Domthon para adhuruesve të idhujve, para zinaçarëve, para vrasësve, para kriminalëve, xhehenemi dhezët edhe nis me kërkues të dijes. Që i bie domethënë është vi shumë e holl, edhe duhet më hap shumë syt mos më lën shejtani më në prish këtë projekt. Është një diçka që na peshom, synumi me peshu shumë rand ditën e gjykimit. Domethënë janë kon 2 vjet, janë kon qindra ligjërata, janë kon 10 javë, ato dush mi menu si një shans e madhe mu peshue ditën e gjykimit. Kur dalmi para Allahut, peshon namazin jon, peshon dhikri jon, peshon hifzi jon, peshojnë hatmet e tona, po peshon edhe ky projekt, edhe këto vite domethënë edhe kjo përpjekje e kërkimit të diturisë. Ajo që kisha pas dëshirë t'ju përcjellë si këshill pas këtij përfundimi, që kjo është një përfundim për fillime të tjera, inshallah, më të mira dhe më të mira. Na kur vimi vllaznin në udhëzim ose kur udhëzohemi, fatkeqësia më e madhe që konsideroj pak që kam pa prej përvojës së vogël, fatkeqësia më e madhe është domethënë kokëforsia jon për të bartur me vete pas udhëzimit në mbetjet e xhahiletit. Domethënë pak e heq ju kemi nënshtruar filtrimit edhe filtrit të islamit. Domethënë na vim dhe marrim në pako shumë shka prej së kaluamës. Ani pse tingëllomi shumë fetar, ani pse dukemi shumë fetar, ani pse tingëllomi ndoshta që edhe jena shumë sakrifikues, tingëllojmë shumë çka, po shumë, domethënë është krizë e madhe. Tendenca që ne insistojmë me ja vesh islamit, edhe me na pranu islami që ashtu që shena. Jo na ju përshtatim islamit, jo islami në na përshtat neve. Mo na me fat që Allah na ka udhëzuar. Ne na fat lumët që Allah na ka begatu. Ne na njerëzit me fatin më të madh në jetë që Allah na ka bërë robër të tij. Dhe na kur vimi do të më heq dorë për shumë çka të së kaluarës. Mirë, po kjo si proces zakonisht po shumë ka dalë. Ndaj na përpjek tek këtu 4 seri që kena pas, tek stolia, tek tefsiri, tek teski 1 dhe teski 2. I na përpjek domthonë me bëni përpjekje të gdhendjes së karakterit të muslimanit. Një përpjekje se çysh i bë mundreç. Një përpjekje çysh do të më zbukuro Allahu subhanahu wa taala. Një përpjekje çysh më kon më elegant para Rabbul Alaminit. Po eleganca jo në raport me Allahun është eleganca e zemrës. Eleganca jo në raport me Allahun subhanahu wa taala është eleganca ku ne është përfaqshme që jena shumë të interesuar me Allahun, më koni kënaqsh me neve. Edhe çysh po do zoti jon na mu bë për ty. Çka do të na mu bë për ty që ti më koni kënaqsh me neve? Na do të më heq dorë pikë kësaj cilësie që e kena trashëguar prej familjes. Na do të më heq dorë pikë kësaj cilësie që e kena trashëguar prej veseve tona. Na do të më heq një cilësie që rrethja dhe favoret e kohës na kanë bërë se më mirë që ashtu mu duken për me dalën. Do të më heq dorë pikë kësaj dhe kësaj. Pse? Se haku i Allahut është shumë i madh. Madhështia e Allahut është e papërshkrueshme. Dhe rrjedhimisht ai meriton na mu ndreq për të. Ai meriton te bareku ta na me bë çmos që me bë më të mirën, por me qenë Allahu te bareku ta domthon i kënaqsh me neve. Ndaj kisha pas dëshirë me nënvizu një fakt që ju duhet juve. Na kena më përshtat Islamit. Dhe pjesë e përshtatjes kanë më qenë edhe shumë domethënie të cilat fatkeqësisht domthon mund mi pas dopta. Unë kisha dëshirë mi nënvizu sonte 2 domethënie, të cilat janë realisht edhe domthon mesazhi që nëse mas 10 viteve vazhdoni me komunikuar me njëri tjetrin, jeni bashkë dikun punë të hajrit, jeni dikun me një punë të hajrit davetit të kështu me radhë, do thonë nëse harrohen shumë çka nga ajo që është mësuar, mos harrohet domethënë që kjo sot më vjen Allahu subhanahu wa taala. E para, Islami është feja e xhamatit. Islami i takon koncepti xhamator. Islami domethënë prej të namazit me xhamate, haxhi, Ramazani, urdhimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, bindja ndaj prijesve, mos rebelimi ndaj prijesve. I ka 10 qindra mesele krejt mos promti derdhë me një kuptim. Islami o fe komunitetit, o fe xhamatit. Çi bie? Nuk mundet më kanë domethënë
në vijen e Islamit një ide ku ti krijon sekt. Nuk mundet më konë në vijen e Islamit një ide ku ti izolohesh si individ. Nuk mundet më konë në ide e Islamit ku ti him me një klop. Nuk mundet më konë ide e Islamit ku ti nuk sinkronizohesh me të mëdhejt e Islamit. Po e vërtet, mundet një i madh i Islamit ti s'ki shumë afërsime të. Ama është njëri i madh i Islamit. Kur ai ka lavruar në Islamit ti si kon as hiç fare në këtë dynjë. Ose ai kur e ka lavruar në Islamit ti as nuk e ke ditë ka kibla. Edhe tash ndoshta ti ke interes që një 3 vjet me njërin, po s'ki interes me me të mëdhejt e Islamit. Komuniteti edhe xhamati edhe strukturimi i xhamatit ndodh me figurat, domethënë të dëshmuara, jo me njerëz që do të më pritan as më dëshmu. Kështu që e para domethënë që kisha pasur dëshirë sot me analizu është ngulet në kokë që kjo fe xhamatore. Dhe e dyta, e që realisht është ligjërata, nëse është fe xhamatore, çysh rrimin në xhamat? Arrimin bazë asaj që kena në zemër, arrimin në xhamat në bazë të interesave, arrimin në xhamat në bazë të planifikimeve, apo në diçka tjetër, një bazë e madhe e jetëgjatësisë, e konsolidimit, e ndërtimit, e vazhdimësisë e kështu me radhë është e ndërtuar mbi virtytshmërinë tonë si xhamat. Po e vërtetë, domethënë na duam, na respektojmë, na e kena mësuar të njëjtën akide, na e kena mësuar të njëjtin menhaj. Ama duhet me pas një moral, me pas një sjellje, me pas një karakter, duhet me pas renet për bashkë këta, për me mujt me nejt bashkë si vllazni. Për ndryshe, prishet. Nuk shkon gat prishet. Për arsye, Allahu subhanahu wa taala kur I ka folën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve për ndryshimin e tyre, domethënë që I ka udhëzimin ja ka lidh me vllazni. Thot Allahu taala: "Wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Thot kujtoni mirësinë e Allahut, teksa ju ishi armiq me njëri tjetrin. E pastaj Allahu I afroi zemrat e juve mes veti dhe u bët vllazni. Domethënë Allahu te baraka ve taala këtu nuk po e përmend udhëzimin si udhëzim, nuk po e përmend hyrjen në udhë, veç po e përmend si mirësi, ni'me. Me mirësinë e tij u bë vllazni që I bie sikur këtu shkojnë bashkë. Si ta kesh nimetin e udhëzimit, duhet me pa të nimetin e vllaznit llokit. Një njeri I cili privohet te mirësia e vëllezërve, ka gjas ka mu privuar tek mirësia e udhëzimit. Po e vërtet është, kena vërejtje, po e vërtet është shumë shka shohim që nuk ban. E vërtet është se ne në njerëz, ne në proces, unë jam duke përmirësu, ju jeni duke përmirësu. Megjithatë, duhet me pa këtë si investim në konceptin e udhëzimit. Domthonjë, pse duhet me nejt me vllazni? Pse duhet me sforcu me konceptin e vllaznillëkit? Pse duhet me rujt njëri tjetrin? Pse duhet mos me këshyr tu ra, po me shku minimum mos me ra? Pse nuk duhet me prit momentin kur të gaboj edhe ta vërtetoj parashikimin tim? Po unë e kam menuar se kjo çdo e ka pikën e dop. Pse nosme? Pse unë të i ruaj vllaznit, të ruaj udhëzimin tim. Edhe të i ruaj udhëzimin tim, shpresoj që e ruaj edhe vllaznit, i ruaj domethënë edhe vllaznit, domethënë vllaznit e mi. Ndaj domethënë, një udhëzim që s'ka vllazni ka shumë rrezik. Kësaj na kena shumë vllazni, shumë domethënë xhamat, shumë njerëz që nëse I këshir ti për islargu, thonë këta e kanë një menheq. Këta e kanë domethënë një përcaktim, një frym. Po ndoshta na një kafe nuk e pimi me ata njerëz. Për çfarë arsye? Sepse domethënë një prej pjesëve shumë themelore domethënë ku na dallomi është piknisja e këndvështrimit çysh e sheti komunitetin. Nëse ti e sheh komunitetin thjesht si një tepric, I sheh vllaznit si një vlerë e shtuar, apo jo si një vlerë bazike. Unë e bini mesele edhe një qëndrim fikor, ose e bini përcaktim, ose e bini një dietar ka fol për këtë dietar në mesele, edhe pse unë ju bëj pikë 5 juve. Unë kam krizën përcaktimet bazë. Dhe kjo përcaktimet bazë, që domethënë nuk po vlerësohet koncepti xhamat, kjo duhet mu shqyrtu. Derisa nuk ndreq më na për me kuptuar se shumë të rëndësishme me xhamatin, si shumë të rëndësishme me qetësinë, madje edhe shumë të rëndësishme me disponimin mes veti. Apo? Ka gjallë domethënë që mumi më duk sigurisht atë njëjtë, po pastaj domethënë nuk na sheh kurkush në një udhë të njëjtë, në një disponim të njëjtë, në një hapësirë të njëjtë e kështu me radhë. Ndajet me vëllezër, njëri edhe profet më kanë ka nevojë për vëlla. Edhe pejgamber më ka nevojë për vëlla. Thot Allah subhana: "Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya." Ne I adhuruam me mëshirën tonë atë, domethënë Musa alayhis salam, I adhuruam Harunin si profet. Nuk po thotë Allah e kam bë Harunin profet, po thotë ja kam bë hedije Musait. Do thonë në një vëllai I cili të shoqëron ty në të njëjtat gajle.
në të njëjtin menhez, në të njëjtat ambicie, në të njëjtat frymë, kështu me radhë, është dhurat. Është dhurat se ka pas vëlla Musa alayhis salam Harunin edhe para se mu po Haruni pejgamber. Po kur është bë pjesë e udhës, kur është bë pjesë e rrugtimit, apo çatëherë Allah po thotë tek uja kum bë hedije. Për arsye nëse ti fjala bie për shembull u qua ka hedije për Allahut, me të thonë Allahu vesh një vëlla. Po me të thonë Allahu një mësues, me të thonë një udhërfyes, me të thonë një mentor, me të thonë Allah azza wa jall dikoj i cili shoqëron jetë, ç'më njoft Allahun, ç'më mirujt kufit e kështu me radhë. Për arsye shumë njerëz privohen nga kjo begati se e kanë zhvlerësuar. Ne kemi rregull të përgjithshëm. E kemi rregull të përgjithshëm. Një njeri që e nënçmon një begati, Allah ja merr. Ndaj domethënë ata të cilët ndoshta janë kanë vllazënit më të afërt të shumë xhallarëve të majt ton, sot nuk i ki afër tyne. Allahu i ka privu. Po e vërtet është. Allahu i ka privu. Sepse domethënë çfarë e kam mësuar, ndoshta sot mund të jesh ti shumë i zëshëm me do emra, me do tituj, me do nocione, me do terme, po sefta ato terme çaj hoxha jo ti ka mësuar. Edhe pastaj nuk e ke vlerësuar mirësinë e Allahut subhanallahu teala, pastaj Allahu ta ka marrë. Ndaj domethënë duhet me e pa. Madje edhe bashkëlltare, nëse Allahu të bën ty bashkë me një rrugtim. Edhe domethënë dikush është Musa, dikush është Haruni. Edhe Allahu subhanahu wa taala po edukon edhe Musa, edhe Harunin, po edhe ata të cilët vijnë pas, se prania e njëri tjetrit, jetën e njëri tjetrit është begati edhe është dhurat për Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk e shes si dhurat, domethënë je i predispozuar domethënë me hum. Ndaj e keni parasysh domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi i jepet leja për me bëj hijret. Punën e parë, një pejgamber i cili e ka mbrojtjen e Allahut. Një pejgamber i cili nuk kishte pritshme me ndru jetë pa e kryer misionin. Edhe nuk ka pas rrezik fataliteti, domethënë duke qenë në Mekë. Punën e parë që e bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me shku në Medinë, e lyp shoqëninë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, sepse do të më hin histori se e kena bë bashkë. E kish bërë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe pa Abu Bekrin, ama do të më hin histori që e kena bërë domethënë bashkë për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj, thot Omer radhiyallahu anhu, thot moju për vllaznit e sidqit. Moju për vllaznit që kanë për një. Thot sepse thot kur je rahat janë stolia jote e jetës. Kur je rahat i ki punë mirë janë stolia e jetës. Ndërkaq thot kur je thot në vështirësi dhe në bela dhe në sprova, vllaznit cilët i ki pas edhe cilët i ki rujt, thot janë domethënë zahiria jote. Janë momenti ku furnizimi jot për mi t'i kalu domethënë këto momente. Sikur se dikush selefit ka thonë, munono sa më shumë me pas vllazni. Munono sa më shumë me pas vllazni, thot se secili vëlla i devotshëm, secili besimtar i devotshëm ka më pas një mundësi shefatit ditën e gjykimit. Edhe tash imagjino për shembull, cili do prej neve nëse kish qenë me një moment fundosje. Me një moment fundosje. E kish pasën një rahati nëse i kish pas 3-4 vllazni afër që din not, ose janë të aftë për ta shpëtuar. Apo? E imagjino domethënë kjo është e kompenzueshme e kësaj dynjaje. Imagjino domethënë më të gjinë çta vllazni ditën e gjykimit me lejen e Allahut, nëse Allahu te barek ve teala u jap mundësi me domethënë me bë shefat. Ndërkaq ki mujt me hup atë vëlla për një llaf, ki mujt me hup atë vëlla për një keq kuptim, ki mujt me hup për një mosdorim, ki mujt me hup për një edhe tjetër arsye. Me po ditën e gjykimit ka mund të dash, edhe mundet më të dash, ndaj ruje për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe konsideroj domethënë si pasojë. Ndaj dikush pi selefit për duave që ka pas, ka thonë o Zot, thot ti e di që unë teksa kom bë gjunohe. O Zot, ti e di se unë teksa kom bë gjunohe, unë vërtet kom gabu, vërtet nuk jam bind. Ama i kom dash ata që tu kanë bind ty. Teksa unë kom qenë i par si kam rezistuar gjunoheve. I kom dash vllaznit që kanë rezistuar gjunoheve. Teksa unë kom qenë i plagësht edhe i përlym, i kom dash vllaznit që nuk kanë kon domethënë të përlym. Edhe pastaj thot o Zot jam faj'al zalika qurbatan li ilayk. Bane çiket që i kom dash njerëz të mirë, në mënyrë çish më do afron ty. Bëje një rrugë e afrimit tim domethënë tek ai. Kështu që konsideroj që është një pikë krizave të mëdha në fetari në Vëllezër që na ka humb domethënë pjesa e qartësisë që të qenit pjesë e një xhamatit. Është më tepër nëse ai xhamat ndërtu me ilm. Është më tepër nëse ai xhamat ndërtu me koncepte të larta. Është më tepër nëse ai xhamat ndërtu me referenca të mëdha të umetit. Është më tepër nëse ai xhamat ndërtu me mendësi të ulemave. Është më tepër nëse ai xhamat ndërtu me prioritete e kështu me radhë. Do thonë me e pa shumë të kthjellë, shumë të kristalt që
të jesh pjesë e këtij xhamatit është pasuria e jetës. Edhe çfarë do lloj rrezikimi i pranisë tone, duke vënë rrezik praninë që nesër të mos jesh, nën kupton domethënë me lut me rreziku me pasuninë më të madhe që e ke domethënë në jetë. Qysh mos me rreziku? Që mos me lënë këtë temë shumë abstrakte, mos me lënë domethënë këtë temë shumë teorike, mos me lënë për shembull po e bukur, apo? Jo vëllazni, domethënë më shumë se sa e bukur ka norma, ka rregulla, ka rene. Duhet me investu për me rujt. Ndaj janë një grosht rregullash edhe parimesh që kisha pas dëshirë me ju dhënë si vasijet, nëse kam drejt me thonë, që nëse doni me jetu gatë me zveti bashkarisht, edhe gjithherë me pas të freskët këtë lloj vllaznillaku, këtë shoqni, këtë lidhje me rrethin, me shoqnin, me mësuesit e juaj kështu me radhë, janë disa rregulla që i kam përgjithë. E para, thot djali i Muhamedit, Abdullah, thot nuk më ka quar në gabim, nuk ka gjujt në lëshime, vetë se ajo që her pas here kom nejt me njerëz që nuk jo më rujt prej tyne, mos për e baj një marrë. Dhe më thonë, njeri du të me nejt njët me do njerëz që kur të rrë me ta, veç prania e tyne të të marrë është me ba që ketë. Dhe më thonë, rrë me do njerëz, i ban do gabime, kur kush aty nuk e vren që o marrë që e punë. Dhe më thonë, nëse kom gabu dikon, po thot djali Imam Ahmedit, aty ku kom gabu? Kom nejt me do njerëz që çatu gabimi nuk janë konë marrë me ata. Që e para është aduni për me rujt vllaznillakin, mos e relativizonin diçka që nuk ka në rregull. Është e qartë. Do të thonë, një njeri që ndërtohet, një njeri që mëson fejan mirë, një njeri që ka ambicie të qarta, e ka prioritet ahiretin, duhet me di se kjo punë s'ban. Kjo punë s'ban, edhe e di që në kutrim me këta vllazit e mi, nëse e baj, këta nuk më thojnë ti tonën në tonën. Jo, duhet me korrigju një tjetër. Madje jo vetëm me korrigju, me e pruni disponim që veç prania bashk me e pengu me e bon çat gabimi. Me e pengu, do të thonë, me arë një moment për shembull do njëri pi juve me thonën, mua nuk më intereson tema e davetit. Thonë, jo, këtë temë e bëj me do tjera me këta, jo se këtu u marr me hongit fjalë. Ose unë goj këtë, pse çka ka lidhje pse nuk e kanë me hexhin e shëndosh, këtë janë të hajrit, këtë po bëjnë dobi. Thonë, jo, çtu ku i na ndërtu nuk tingëllon që kjo normal. Është qartë? Kështu që e para çish mundi me rujtën virtyshmërinë me zveti, lidhjen me juve kështu me radhë, me e kriju një standard të vlerave, ku pastaj thymi aty në vlerave në qatë rreth, është diçka që minjerë vjet re që së në rregull. Minjerë vjet re që diçka nuk është domethënë në rregull. E dyta, thot Mujahidi, thot e kam shoqëruar Abdullah ibn Umerin një kohë të gjatë. Thot sa herë që kom dashur. Kush po thot kështu? Mujahid ibn Gjebër që është domethënë prej talebeve të vet Abdullah ibn Abbasit. Thot e kam shërby, e kam shoqënu, edhe shumë kom pas qef mi bojzme, thot mi po kon shumë i shpejt domethënë ai më paraprin domethënë me ma kryen një punë të mirë. Domethënë një vllaznillëk, ku veç njëri pret prej tjetrit. Edhe nuk ka një vëmendje të ndërsjellë për mu kon të dobishëm për një tjetër, nuk është domethënë e shëndosh. Domethënë kur kush nuk është musafir, njëri është një koqe. Jo ketini të një shtëpisë. Ketini domethënë atë një vllaznillaku. Secili do të më këshyr çysh më koni dobishëm për tjetër. Normal nuk mundi më kon këtë njëjtë. Njëri mund të më koni dobishëm me këshilla, tjetri mund të më koni dobishëm me fjalabi për shembull me sjellje, tjetri mund të më koni ndoshta duke i krijuar lidhje, tjetri duke e rekomanduar, tjetri të ja çel në udh, tjetri ndoshta të ja tregu disa përvoja të jetës së kështu me radhë. Gjithherë domethënë më konën domethënë të gatshëm për më konën për një tjetër. Të jeni për një tjetër. Saktësisht. Thot dikush me selefit, thot rrë me njerëz të devotshëm, rrë me njerëz që kanë hinu dhe mirë. Thot sepse thot nuk ka njerëz më të lehtë, edhe nuk ka njerëz më pak të munimt. Domethënë, të lehtë në kuptimin nëse do me lumturu, nëse do me gëzu, nëse do me eneru, nuk do të shumë e filozofu. Letaj domethënë e merr nderimin. Po edhe nëse eventualisht në raport me të nuk jeni shumë të njëjtë, nuk është i munimt. Nuk është domethënë që ti të shumë mu menu që me fol me vllajën tan. Kjo nuk është si njerëzve të devotshëm. Nëse ti jep njerëzve një ndjenjë që domethënë shumë duhet me menu ti çish po do me nejt me mua shoqni. Kjo është domethënë si e çdo kujt. Domethënë duhet me u relaksu me zveti në mënyrë që me nejt domethënë magat dhe na domethënë për sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam domethënë e kena edukatën që ne kam mësuar domethënë Kur'anin e Sunetit, e dimi domethënë sahabët far gatishmëri e kanë pas me madje edhe me lën vetën keq për tjerë. Me lën vetën keq
Domethënë që ndaj na kena një rregull në Islam për shembull që kush shërben njerëzve ujë ai pi i fundit. Kjo është rregull, nuk është vetëm një normë. Nëse je uçit ujë, domethënë i fundit është me pi. Se kjo është domethënë normë për me tregu na mbi çfarë parime, mbi çfarë mendësie ndërtojmë konceptet. Domethënë me pi se të për vete, pastaj për tjerët është kultura e çdo kujt. Në rregull, është halal. Ama kush do më ndërtu komunitet, kush do më ndërtu xhamat, ai duhet të funksionojë domethënë ndryshe, ndaj domethënë kanë thonë dikush për selefit, saktësisht për dietarëve ka thonë el-ithar huwa an-nihayatu fil ukhuwa. Sot kulmi i vëllaznillëkit është me lënë veten keq për tjerët. Nëse sebe punon çaty, ala ki shumë udh, por me harta i vëllaznillëkit domethënë çka duhet. E treta, Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që u koni but me sahabët e tij. Mirë po jotëm kjo, të kish kon jashtë Kur'anit, kuptimi që të thjesht i koni but, e kish mi kuptu një domethënie. Jo vetëm kaq, Allah e ka përmendur që po të kishe qenë i ashpër, ishi largu. Një pejgamberit i largohen njerëzit me bëmë konë në Iran, me bëmë konë i munimt, me bëmë konë i ashpër, me bëmë konë i pakujdesshëm fjalor, me bëmë konë njëri domethënë që për pak e për shumë, domethënë i merr njerëzin suale, i çortone, ose më konë paranojak. Çdo lëvizje të vllajt ty me nxjerr si dyshim që ky devijoj. Apo? Domethënë mu pas konë i ashpër, Allahu subhanahu wa taala pia kumton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë ishin largu domethënë prej teje. Kush ishin largu vllazni? A pe kuptoni kush u kon rreth Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit që shkan shumë me bë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirpo Allah pe përmend që këta deri janë kon mushrikin, janë bë musliman se kanë pa edhe butësinë tonë. Ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka duku Aishën, e dini situatë ku Aisha ka dashur të bëj dua kundër armiqve. Thonë Aisha ku he butësia. Do thonë Allahu zë do butësinë, dhe shka mbrinjet me butësi, nuk mbrinjet me ashpërsi, domthon me morë si rregull të përgjithshëm. Pse duhet më nënvizu këtë? Ka thonë dikush pyetarëve. Ilmi pa punë është shumë i varfër. Ilmi pa punë është shumë i varfër. Ama ilmi edhe puna pa butësi është shumë domethënë e zbeht, në kuptimin e hijeshisë. Alhamdulillah, tamam e kiti. Çashtu që thon, çashtu është. Edhe nuk je që llafët e tua nuk janë me veprat e tua. Allahu trujt edhe llafët i ki me fjalët, edhe punët i kije mbas fjalëve. Amu që kjo që po të mungon butësia në diskurs, në komunikim, në afërsi, në rrethin tan, kjo ja ka hup hijeshin, a imagjino jetë e vën rrezik të vërtetën. Se shpesh njerëzit nuk e blejnë një produkt shkaku i hijeshis apo produkti shumë i mirë. Sa shpesh ndodh, njerëzit shkojnë mas një produkti se paraqitin e ka shumë të mirë, ndërka kur ta blejnë e kuptojnë që është domethënë i kalbun, ose është domethënë i dobët, ose nuk e ka cilësinë që ti e synon. Dhe kundërta, shpesh domethënë një brand e ka ngrit cilësinë, po s'ka përparuar te pjesa e aparencës edhe dukjes. Edhe ata të cilët e dinë babgjysh se ky produkt është cilësor, ata e blejnë. Këta tri që nuk e njohin bazohen domethënë në amballazh edhe nuk e pranojnë. Ani pse tingëllon thjesht si dukje, ani pse na to fol thjesht për një aspekt sipërfaqësor. Mos e privo vllavin tan prej cilësisë tonë shkaku i mungesës së kësaj stolie. Domthonë ti mundesh më kon më i miri i umetit. Baki edhe vje i tilli. Ndoshta në çket rreth nuk ka më të mirë se ti. Edhe ndoshta edhe vizioni jot është më i shnorshë dhe më i saktë. Pse pengon vllajin tan prej mundësisë me përfitu prej teje, shkaku që ti po priton çiket ilm, çiket vizion, çiket ibadet, çiket veç më ashtu edhe pak domthon butësinë që më ia letu domethënë komunikimin. Por që po e vërtet, për neve vërtet është më e dashur se gjithkush. Na ta thomin sy, na ta thomin fytyrë, e këtë e vërtet, mirë po, ky komunikim është komunikim largues. Ky nuk ka komunikim afrues. Kështu që e afrojnë njëri tjetrin duke jashtuar ilmit edhe ibadetit edhe pjesën e butësisë, sepse është stulia e këtyre dyave. Është stulia e këtyre dyave. E katërta, na shpesh e potencomi që na si umet jena umet i moralshëm. Kuptimin që jena umet që e potencomi shumë çështjen e moralit, e theksomi shumë çështjen e moralit. Por neve morali është i shenjtë. Edhe nuk jena domethënë njerëz nihilistë që i shkelmi traditat, apo i shkelmi normat, i shkelmi rregullat e kështu me radhë. Edhe tash kjo pjesë është shumë relative, domthonë ka elemente të relativitetit, sepse shumë tema janë absolute të morali. Po një pjesë e relativitetit të temat e moralit është kur ne theksohemi në diçka shumë për moral, por nuk e theksohemi në diçka tjetër.
Për shembull, nëse ne shumit e selefi, shumë e konsiderojnë në vllaznillëk, moral çështën e tegafulit, mos me pa dhe mos me ni. E vërtet ti je më i moralshëm më bujari. Ti je më i moralshëm, më i kujdesshëm mos me prek pasuni, mos me prek ndere kështu moral. Këto tu morali ki. Ama në vllaznillëk është shumë jetik morali i tegaful, mu bën kishë spuni, mu bën kishë spëshë. Mundët ky moral mos më uzash dikun tjetër. E keni kompani, edhe ti je i moralshëm në raport me punëtorët e tu, veç te çështja e kontratës. Më përmbajt kontratës edhe ç'kjo morali jat aty. Aty mund të mund morali më i rëndësishëm. Ama në vllaznillëk, morali më i rëndësishëm, derisa sa kanë thënë selefi, përbën shumicën e moralit, është e tegaful. Mu bë kishë speshë, mu bë kishë speni, sepse tendenca se si insan me qitë në diskutim, tendenca se si insan me bë temë, edhe me bë shumë zhurmë, edhe me morë edhe me kryqëzu tjetrin, edhe me morë edhe me ul në bankën e të akuzuarit. Kjo është kur ti do mi hup njerëz, jo kur do mi majt. Edhe tash për shembull, cili do prej neve, mund mi pas momente të caktuara që kena dobësi. Shumë për ju jeni shumë të ri, shumë gjëra një, domethënë, anes keni mund ballafaqur me dallgët e jetës. Momenti i lëkundjes, momenti i dobësisë, mos më kon moment që ti aprit tjetrit këtë moment. Po më kon moment që duhesh nëpërmjet këtij moralit mos me elan atë me menu veten se do të muri për caktuar me dal pi xhamatit, me dal pi vllaznillëkut, me dal domethënë prej afërsisë domethënë si musliman. E pesta është ai hadithi që shënon Muslimi për Abdullah ibn Abbasit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë atij sahabiu ti kiti dy cilësi që Allahu i do, e që janë domthon butësia, dhe saktësisht maturia edhe mosngutja. Maturia dhe mosngutja, kjo më shumë se e butësia. Domethënë është një butësi e theksuar ku ti je shumë i matur në raport me të tjerë, edhe je domethënë jo i ngutshëm. Domethënë dikon ki armë në konkludim. Edhe duhet më ia thoni fjalë. Çat fjalë përpunon 6 muaj. Mos u gut, lemas 6 muaj ato. Ose ka një moment i caktuar që domethënë kiti shumë fakte për diçka. Bëj i matur, ruje, domethënë që mos marr me prolongu maksimalisht që mos marr domethënë deri në momenti i sikletimit që pastaj shkaku i krenarisë largohet krejt. Shkaku i krenarisë domethënë largohet krejt. Për shembull, pjesë e maturisë në vëllezër është për shembull, ndonjëherë të shën një vëlla musliman që ka gabuar në diçka. Pjesë e maturisë është me kuptu, a ju ka bo ves, a është lëshim. Se nëse lëshim as 2 ditë ai vet ka ndoshta komunikonin promotori kundër çati gabimi. Është lëshim i momentit. A unë nëse është ves, tani do të thonë shumë të matur qysh mirë me vesin e tij e kështu me radhë. Kështu që do të thonë të matur, edhe të mos më qenë domethënë të ngutshëm. Nëse na domethënë të ngadalshëm gjykime, të matur domethënë në konkludime. Me len Allah subhanahu wa taala, domethënë çyshin as sot, shumë të relaksuar me bomin i takim as 20 vjet inshallah. Shumë të relaksuar. Me po çka nëse fjala bie, domethënë mas 20 vjet shumë zor me bëni takim të tillë, sepse secili e ka një muhabet të pakëndshme tjetrin, një hatërmbetje, një diçka, ka shumë mos më thon pse nuk e ka shmang e kështu me radhë. Ndaj domethënë për me rrit vllaznillëkin, ju duhet kjo. Dhe këtu këshilla ndër vëllezërim t'ju dhon, jo thjesht për me rrit që këtë komunitet që është ndërtuar në sajt të një bashkëpunimi në ilm, po dhe në senat e tjera të jetës, sepse kudo që ju jeni në jetë, ajo është projekti i Islamit. Kudo që ju jeni tu vadit një art hajrit, ajo është vara e Islamit. S'ka rëndësi domethënë emri kujt, s'ka rëndësi logoja e kujt, s'ka rëndësi backgroundi kujt, s'ka rëndësi domethënë në këtë thirrën. E rëndësishme është mas pramti mu lavrua dhe mu vadit ara e Islamit. Kudo që lavrohet, edhe kushdo që ngon këtë ligjërat, apo edhe njerëzit e kuptojnë që duhet me nejt mes vetit, duhet me afru mes vetit, duhet me rujtën komunitetin, najna shumë të interesum, sa ma shumë musliman me besu që shto njejt. Sa ma shumë musliman mi pas qëtu parime, dhe sa ma shumë musliman mu konë shumë të sigurt që nuk e nxjerrin në hipotek, nuk e nxjerrin në diçka, në avantur, nuk e nxjerrin në rrezik, domethënë vllaznillëkun i cili ja rrezikon pastaj domethënë edhe udhëzimin. E gjashta, mbulo nëse dëshiron ta ruash vllajën. Duhet mu bë gati kështu një, domethënë pitashtit përgatitur që me secilin kemi pas një ngjarje ku do të më jamluni diçka. Më jamlu për hir Allahut, sepse ti të njëjtën e dëshiron për veten. Kur e keni marrë me Oxhenahad hadithin që nuk beson ai i cili nuk ja do vllajt atë që do për vetë. E njëjtë është. Aja do ti vetës me ta mlut njerëz të gabim, po e njëjtë është që ti do të më dash tjerëve. Domethënë, na mendojmë që nuk ka besuar askush për juve përdesë nuk ja don vllajt atë që don për vete, na mendojmë të mirat materiale, mirëqenie në kështu. Jo, por pjesa
pjesa e fytyrës, pjesa e nderit, pjesa e mirëkuptimit, çashtu çysh ki qef tjerë të më kanë me ty, çashtu do të më kanë edhe me të tjerë. Ky gjonave shumë themelore në vllaznin lëk është mbulimi. Është mbulimi sepse ne nuk synojmë me bë xhamat angjëllor, është e pamundur ajo. Idealizmi edhe idetë e ngritjes së standardit utopik janë të njerëzve që nuk punojnë me njerëz. Janë idetë njerëzve që punojnë në letra. Edhe ato ngelin letra dhe i ka plunin nëpër rafte dhe padobishme. Sado që mund të jenë sakta. Nuk jam të folën sakta, nuk janë sakta. Ti mund ta kesh konceptin e njeriu të vërtetshëm, konceptin më të mirë botës. Po ti duhet me kështu me realizu sa është i realizueshëm çto rrethana. Sa është i realizueshëm çto realitetet që ne të jetu, pa i shkel kufite e Allahu subhanahu wa taala. Çysh do të që me jetu, ka marrë një moment që dikush do të më mbulu ty edhe ti do të më mbulu dikan. Ti do të më mbulu dikan, dikush do të thonë të kam të mbulu ty. E shtata, vllazni pa këshillim nuk ka. Vllazëri lëk pa këshillim nuk ka. Domthon, ideja që e çomi mirë, na më veç ulmë na para një hoxhe, edhe si domi pi dersit, na veç bëmi muhabet e tjera, më domthon feja nuk e këshillon një tjetër. Jo. Domthon, ka nevojë edhe një tjetër me këshillon. Donja për shembull, mundesh me shku ndoshta 6 muaj me një varg mësimesh, nuk janë tu fol për problemin tan. Ato derse nuk janë tu prek në plagët e tua. Hoxha e ka para pa me majt një varg mësimesh, janë mësime shumë të mira, nuk janë plagët e tua. Çdo 6 muaj, kush ka më marr me plagët e tua? Vllavijat ka më marr. Gabimet e tua, mëkatet e tua, lëshimet e tua, plagështit, gafleti, janë plagë tua. Imagjino për shembull më kon ti i plagosën në betejë, i plagosën dikun, edhe një vëllai të sheh dhe thotë kjo problemi jot, mirë ti me plagët e tua. Ai nuk është e pa që ka plagën. Ajo ka gjas me pësua dhe më përshkallëzu problemi. Edhe pastaj ndoshta do të edhe ndoshta më aprena i gjymtyr trupit. A ja kishe bë halal? Nuk ja kishe bë halal. Pse s'm kjo armë më mu, domethënë me te kalu krizën e plagës. Çashtu janë edhe plagët e zemrës, plagët e ibadetit, plagët e mëkateve kështu me radhë. Çfarë do të më bëj vllazni? Për me të këshilluar një vëllai ti duhet me relaksu që ai më koni lirë më të këshillu. A nëse ti nxjerr shumë barrikada, nxjerr shumë domethënë shumë mure, shumë diga, që mos mund kurkush marrë me të këshillu, më i varfër me ti i thonë edhe nëse më shihni mua tullon shpirt, mos e jani me mallëndimën e shpejt. E as më tepër marr dikush me plagët plagët e tua. Hadithin që shënon Imam Muhamedi Muslimi për Buhari's për hakun e muslimanit, apo ato gjashtë. Edhe një pyetje është që duhet më këshillu me zveti. Unë kisha bën vesh një pyetje. Për shembull, çita është me të shtit dikush, edhe më thon elhamdulillah. A kish më thon një zëri erhamukallah. Po pse e kena çikash domthon të premë që do të më thon këtë, se haki muslimanit? Haki muslimanit do të më thon erhamukallah, ndërkaq haki muslimanit më këshillu. Po pse nuk thu për shembull nuk pja thon këtë do. Cila është më e madhe? Fundi kjo thjesht një lutje. Ndërkaq këtu mund të më varr xheneti i tij edhe rreziku për xhehenemin, domethënë xhehenemin e tij. Ndaj Allahu subhanahu wa taala kur e përmend se muslimanët janë evliat një tjetër, janë mish një tjetër, çështën e parë që përmend ja amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Udhojnë për të mirë ndalojnë keq. Pastaj Allahu azza wa jalla përmend u yuqimuna salata fa namazin kështu. Në realisht domethënë pse na vllazni se formë bashkë me një xhami, e formë namazin, i kena do alhamdulillah, kena rregullisht. Ama nëse këshimi domethënë në narracionin kuranor wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Muslimanët dhe muslimanët janë miq edhe aleat të njëri tjetrit. Ja amuruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Urdhojnë për të mirë ndalojnë nga keq, atë punën e parë ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Mund të shoh që ky kërkas se ka agjendën e jetës, kërkan nuk i ka prioritetet, a veç e lomi domethënë, le të reflektojë, le të notojë nëpër dallga, domethënë le të ja dalë domethënë vet, kjo nuk është domethënë sinqeritet. Edhe tetën vëllazër, domethënë përpos domethënë që duhet me mbulua çka përmenda pak më herët, duhet shumë u koni koncentruar me pasën zemër gjon për arsye time. Domethënë ideja që po nëse unë e vërtetoj, atëherë duhet me dhon verdikt kundër dikujt, kjo është gabim. Po jep verdikt kur je gjykatës, jep verdikt kur drejt për drejt i ka të bëj diçka me ty, ama do e mos ti se në situatë me gjyku, jo, mos u gut. Arsyeto. Munohu me konsideruar me besu që ky ka një arsye. Ngritën një kulturë që gjithëherë një vllau im inshallah ka një arsye pse është duke vepruar kësaj, edhe rrjedhimisht domethënë mos mungu derinsa me len Allah ta kuptojë domethënë që ku e ka domethënë arsyen, edhe nënta e parafundit jepi vlerë vllajta. Jepi vlerë vllajta. Domethënë e keni vëlla më të arrir, jepi vlerë me arritjet e tij. E keni një madavexhi, jepi vlerë me të. E keni një që ajo është sebeb për të punë të hajrit,
jepi vlerë, le ta ndjejet që ti po e konsideron që ai domethënë është sebeb. Për arsye domethënë kjo shpesh në vëllezër, për shembull, nëse kthehemi në traditën e të parëve tonë të mirë, ka shumë detaje që është mu thirr më i madhi, që mu thirr dietari. Madje ka detaje për shembull nëse e parashtron pyetjen, çka më thonë era fillimisht. Që është mu lut për shehun, pastaj më ja parashtu pyetjen. Çka më mendje? A janë kanë ato nevoja të selefit për madhështi? Apetitet të selefit për kibër? Jo, ato janë kanë edukat edhe etik, se si mund ndërtu që me kuptu që i na t'i dhon vlerën e tjetrit. Ndaj dikush bi selefit ka thonën, kana yuqal ud'u akhaka bi ahabbi asma'ihi ilay. Thirrë vllajin tan me emrat më të dashur që ai ka. Po e vërtet, ti mundesh a më thonën me një emër që është i vërtetë i tij. Po ai e ka një vlerë shoqërore. E ka një vlerë shoqërore. Thirrë me çat emër se çaja i jep vlerë, çaja jep domethënie. Ideja që ne na shok, edhe na kit barabart. Edhe na domethënë nuk e dallojmë njëri tjetrin. Edhe nëse ti bosh 100 herë më i madh se sa shokët e tjerë, se jeta kam ju befasu. Në jetë kemi befasu, Allahu subhanahu wa taala kam i dhënë shumë befasi. Çu ki vëllavi që ndoshta sot me nxeja ka përcye nivelin. Nesër mund të më bëjë domethënë prej kokave të ilmit. Po e vërtetë është, kokave të ilmit. Sot ndoshta ti ki thon shqyr që ky nuk dështoj. Elhamdulillah që nuk dështoj. Nesër kam qenë doktor i akidës. Edhe kur të bëhet doktor i akidës, kemi thonë doktor i nderuar se do të më thirrë se çashtu ja vlerë. Ndoshta tjetri ndodh Allahu subhanahu wa taala rizgjimi më i madh i Islamit ndrohet tona kam u bën dort njërin për juve. Nuk i diet asaj pune. Nesër ai kur ai ta arrihet çat sukses të madh, me lenin e Allahut, thirrë me emrat e çatij suksesi, mos insisto me kthy ku i kanë domethënë ditët e para, se është domethënë në çmim. Edhe domethënë në një farë forme sikurse e inicon një lloj ndarje. Sikur e inicon një lloj shkputje, një lloj të huajtje. Mu bë të huaj pasi si na kon të huaj. Mu bëja banxhi pasi si na kon një banxhi. Kështu që jepi vlerë vllajt tën mbaz vlerave që ka. As mos i rrit, as mos e zë. As mos e ban domon para vakti, domon më i madh sa është. Po çfarë do lloj vlere që mrrin muno me apo hu se e ka çat vlerë. Edhe me thirr me çat vlerë, edhe domethënën me ruaj. Ndaj pa Allah subhanahu wa taala përmend për shembull Kur'an, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon me Abu Bekrin, apo u kon moment që dosh mi thonë Abu Bekrit mos u mërzit se Allah është me neve. Në çato momente nuk i ka kallzu Resulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit që mu bë halife. Nuk i ka kallzu, nuk i ka thonë, ka mujt me profeci me apohu, domethënë jo që s'kan me na zon këta neve. Jo që s'kam ndodhur kurrë, ti je halife musliman mas me e kimu konën. Jo, në çat moment do dosh mi thon Allah është me neve. E tash, Allah është me neve na çka fjali e thomi sot. Ne si thon Allah na e pranoft talebul ilmin. Mas ne Allah na nimov davet. Vend ditë më thon Allah na mundsof me të përkrah ty davet. Do të më bë burr. Se ndoshta vend njëri bëhet ylli i davetit. E më thon kështu na bashkë na kon. A mos e thënë top sepse domethënë Abu Bekri radhiyallahu anhu kur është bë halife, e keni parasysh të sahabët e tjerë që kanë afër Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Ata kanë shumë kujtuar edhe momentet ku kanë netën me edhe ku kanë netën të rrethuar në luginën e Mekës. Po secila etapë ka vlerën e vet. Kështu që i jepni vllaznive, edhe shokëve, edhe bashkëpunëtorëve vlerën për kacet konkrete që kanë momentin e caktuar. E sidomos hapni sy. Nëse donjani e shihni që me lena Allah çanena ka shkon. Është mirë me relaksu që me kuptuaj që momentet që i ka çato suksese, i ka vllazni që i gëzohen sukseseve të tij. E jo domethënë që me konsideru që kur ti mbërrin çato sukses, më nejt larg tyne se këta domethënë s'u ne përballojnë, shkaku domethënë se nuk kanë qenë të gatshëm për një ngritje të madhe domethënë të vllazni. A kjo ka menduar? Kjo ka menduar se Allah shtet ka bën njerëzimin. Domethënë nxonsi më i dobët, bëhet dietar. Më i miri, bëhet dietar. Ndoshta ai i cili thjesht, ndoshta edhe dikush që s'u ne ka krye. Ndoshta dikush që ndoshta e kena pas model çish i bë mos më mësu. Çka i bë mos mësu filoni. Pastaj vend dita që na do të më fol ditën atë fëmijët ton, çështu sikur filoni do në më. Kjo është mrekulli që mund të më ndodhë, padyshim çka më ndodh, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, edhe e dhjeta ndër vëllezër, edhe me këtë përmbyllim, është mja kujtuar një tjetër qendrën e prioriteteve. Qendrën e përbashkët. Qendrën ku na sado që mundi me shku skajeve, apo njëri shkon pak më shumë ka daveti, njëri shkon ndoshta më shumë ka elmi, tjetri shkon ka kirajetë, tjetri shkon ndoshta ka libri, megjithatë një qendër përbashkët e kena. Qendra më e madhe përbashkët që duhet t'ia kujtojmë vazhdimisht njëri tjetrit
që unë konsideroj, sidomos këtë kohë bashkëkohore, do të me sforcu shumë, është tema e devotshmërisë edhe tema e ahiretit. Në sa herë që e shohim që na u dobësu njëri, minimumet e tema e qëndrueshmërisë në raport me prioritetet e ahiretit, edhe në raport me temat e mëdha të devotshmërisë. Shkoj po neve i suksesshëm i vllash arrit devotshëm. Po neve i suksesshëm i vllaj i cili kalkulon me ahiret. A ka gjas her pas here këto dy lloj prioritete të përbashkëta në qendrën tonë të madhe? Më na kushton ndonjë me dynjë, më na kushton ndonjë me sprova. Po, më këtu janë prioritet më të mëdha na nuk hekmi dorë. Me hek dorë ose me hek dorë piracës, ose me hek dorë prej likurës. Nuk mundemi me hekën. Sunë nxjerrmi domethënë në periferi ahiretit. Edhe sunë nxjerrmi në temë të parancishme domethënë devotshmërinë, kështu që Allahu subhanahu wa taala kur e përmend armiqsinë e njerëzve në ditën e gjykimit, edhe dostave në ditën e gjykimit, i përjashton njerëzit e devotshëm. Çfarë më nuk kuptoj kjo? Kjo më nuk kuptoj që devotshmëria dhe ahireti është garancë ditën e gjykimit mos mirani në pishman që na kanë shok. Thot Allah subhanahu al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. A dit dostat janë armiqtë një tjetrit. Janë armiqtë të një tjetrit përveç njerëzve të devotshëm. Domthon njëri i devotshëm dhe ahireti. Ajeti le më nuk kuptoj se kjo qendra domethënë që na duhet domethënë më koncentru. Kjo vllazni që u tha nuk realizohet pa u largu nga e kundërta. Domethënë nga zullumi, nga hasedi, nga paragjykimi, nga demagogjia dhe hipokrizia, nga moskat, nga gibeti edhe bartja llafe, nga rrena dhe mashtrimi dhe nga gara e egër. Mos garo egër me vllajën tënd. Se ndonjëherë fitoria jote është humbje. Kur e mund vllajën tënd, ti ki up. Ti ki mujt. Ti ki dalë domethënë i humbur. Për fund, Allahu azza wa jalla ka këshilluar që me nejt me ibadetxhit. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Thot ban sobra rrim me njerëz që bojnë Allahun ibadet mëngjes dhe mbrëmje, yuriduna wajha. E synon fytyrën e Allahut. Kuptimin që kjo ka kuptim vetëm nëse synohet fytyra e Allahut. Ka kuptim, ka vlerë, ka domethënie nëse synohet vetëm fytyra e Allahut subhanahu wa taala. Elos Allah azza wa jalla më mbjell sidqin dhe ikhlasin në zemër, më ne pasu zemrat dhe vllaznillokën për Allah, më ne i bëj zahire të ditës së gjykimit. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.